Kështu ka për të vazhduar. Tani për shqiptarët nuk është vetëm lotaria, ka dhe mundësi të tjera për të ardhur në Amerikë. Po, kush janë ato? Ke disa lloj mënyre. Kemi IB3 Visa për shembull. IB3 Visa është unskilled worker. Kompanitë si Amazoni, Domino's, kompanitë të fuqishme që bëjnë aplikime që të shon drejt green cardës IB3. IB3, domethënë EB3 Visa. EB3 Visa të bën aplikimin nëpërmjet një sponsori këtu dhe të sjell këtu. Procedura është pak e gjatë, është merr diku në 2 vjet, sepse kalon nëpërmjet departamentit të punës. Kalon pasi merr aprovim në departamentin e punës, e ke aty. Ke I2-shin, E2-shi, që është investor visa, me një investim të vogël, me një partnership me dikë tjetër, ka mundësi. Tani E2-shi të jep një vizë pune 2 deri në 5 vjeçare. Ajo që të jep green cardën është EB3-shi. EB3-shi të jep green cardën të i bën aplikimin si individ, si një person sponsorizohet, edhe përfiton gjithë familja. Green card është ajo. Që të mos varesh vetëm në llogaria. Ka disa lloj mënyrash për të ardhur. Megjithatë, unë mendoj që pra ata që duan të vinë në këto mënyrat e tjera përveç lotarisë, po ta kenë mundësinë të vinë ta shikojnë një herë, duhet vinë ta shohin një Amerikën sa ju pëlqen. Se nuk është ai. Pastaj është ai imazhi. Është ai imazhi i madh që është krijuar, por nuk është jeta aq e thjeshtë sa që bën njerëzit. Edhe jemi realist. Vitet e para kudo që të lëviz, është të lëviz nga një qytet brenda Shqipërisë, ke vështirësi. Qenis po për bashkimin familjar ka ndryshuar diçka? Tani për tani janë mbezulluar bashkimet familjare. Do me thënë, njerëzit shkojnë në ambasadë, japin intervistën, po vizat nuk lëshohen. Pra si shqiptarët gjën e parë që shumica kanë bërë, normalisht të lidhur me familjen, pasi shkonin vetë, aplikimi për prindërit. Aplikimi për pikërisht pra kjo është ajo barra e madhe. Pas prindërit për vllajën ose për motrën tjetër. Se shiko, nga momenti që të vjen në Amerikë, ty të merr 5 vjet marrësh pasaportë. Që ti je një qytetar model. 5 vjet e 3 muaj. Bën aplikimi për prindrit, merr diku në 1 vit. Për prindrit. Bën diku në 1 vit. Tani prindrit ka qenë një ligj që mund t'ja u bënin vllajt dhe motrës të pamartuar kur ishin me green card. Tani këtë ligjin e kanë hequr këta hoqën në kohën e Obamës. Së ky ligj tani prindrit duhet bëjnë qytetar amerikan që të bëjnë aplikimin. Ose mund t'ja bësh ti që nga momentin e parë mund t'ja bësh vllajt dhe motrës që merr një procedurë që zgjat deri në 13 vjet. 10 deri në 13 vjet. Po pak a shumë e njëjta gjë shkon. Si t'ja bësh ti, si t'ja bëj prindrit, se flasin 5 + 1 6 dhe 5 11. Atë pse mos i bie shkurt, i bëj aty direkt. Edhe bëj edhe prindërve në njëjtën kohë. Se mos e mbas shkon. Se procedura çështje kohe një lloj do vej. Një lloj do vej. Ose mund të kesh edhe këtë rrugën tjetër që mund të vijë, mund t'i marrësh prindit këtu e t'ja u bësh status së gjasme këtu që mos i presin jashtë. Kudo hapësirat janë. A kujtohet për shqiptarët për të gjetur rrugët ligjore, këto bashkëqendrit ligjore. Shikoj, ligji nuk është diçka konkrete. Ligji është e punëtoritarit, mund ta përdrejtësh. Edhe po duhet të kesh avokat të mirë, patjetër. Duhet të kesh avokat të mirë që të ta tregoj pasojat që do të sjelli. Para se ta bësh. Se ti merr një vendim edhe mund të digjesh pastaj se merr edhe një deportim për 3 vjet, ose për 10 vjet, ose për lifetime. Varet si e shkel. Po të marrësh avokat të mirë, besoj se ka hapësira. Hapësira ligji ka këtu boll. Po duhet të jemi informuar dhe kaq. Ju folët për vështirësitë e shqiptarëve atje dhe të gjithëve. Normalisht kur ndryshojnë vendbanim nga një qytet në tjetër, jo më nga këtu në Shtetet e Bashkuara, por ka raste plot të shqiptarëve të suksesshëm, ju i përmendët më lart edhe Zoj nga Tirana, por edhe ju keni pas vështirësitë tuaja, po sot jeni ndër shqiptarët që mund të themi të suksesshëm atje. Biznesin tuaj, pra ato vështirësitë e fillimit kaluan, po bëni gati 2 dekada atje. Shqiptarët në përgjithësi janë të suksesshëm, të shqiptarët kërkojnë. Shqiptarët duan të jenë të pavarur. Pra janë të jetën për pavarësinë. Ja, nuk e di në fakt për pavarësinë apo për paranë. Po për pavarësinë apo për paranë. Po shqiptari do të jetë gjithmonë i pari, që ta themi më shkurt. Do të jetë gjithmonë i pari dhe mundohen.
Dhe mundohen dhe shumë shqiptarë kanë përparuar, shumë shqiptarë kanë biznese. Ndaj kur dorën ato shifrat më dukshen që hipokrizi që ne kemi shfrytzuar sistemin aq, sepse thua shqiptarit dhe në Amerikë, nuk ka shans. Shqiptarët punojnë shumë fort. Tani, na gjitet e pak dora. Po e gjetëm sistemin do ta shfrytëzojmë atë. E kemi kulturë këta, na e kanë bërë ata 40 vjet para dhe këta që kanë ardhur 30 vjet mbrapa. Pagilet e sistemit. Po, pikërisht pa. Kurse për të punuar shqiptarë punojnë. Dhe në përgjithësi të gjithë nuk mund të gjesh, nuk besoj se ka ndonjë shqiptar që të vuajë në Amerikë. Vështirësitë janë kur vjen në fillim. Vështirësitë edhe, shiko, kemi një problem. Nuk i mësojmë gjërat nga institucionet. Ne takohemi 3-4 shok dhe i mësojmë nga njëri tjetri. Po se si e ka mësuar ky tjetri nuk e di. Do të një emigrant i ri që vjen këtu nuk ka nevojë të mësojë nga dikush tjetër. Do t'i bëj zgjedhje të dura që në Shqipëri në fakt. Nëse unë do isha sot në Shqipëri, do më dilte lotaria amerikane. Unë nuk do zgjidhja një shtet si Florida. Sot, flasim, nëse unë do vinja në dorë, unë nuk do zgjidhja Floridën. Pse? Florida e ka bërë ligjin që nuk mund ta jap testin e patentës, do ta jap vetëm në anglisht. Unë nuk e kaloj dot anglisht. Atë pse duhet vinë në Florida? Unë mund të shkoj në një shtet tjetër. Ambientohem aty dhe pastaj mund të lëviz nëse do të vinë në Florida. Po thaj se çdo qytet në Amerikë që ka një shkollë të mesme, ka një program për të mësuar njerëzit mbi moshë bazë dite anglisht, të paktën 2 herë në javë, që quhet English as a Second Language, anglishtja si gjuha e dytë. Dhe kanë të gjithë këta. Kjo është falas, ky program është falas. Ose mund të jetë me një pagesë minimale në qytetet e caktuara. Që ti sa vjen nuk e nevojë të as të takosh punë kafe ta tregoj si është, për çdo njeri duhet ta di këtë që çdo qytet e ka këtë. Kontrolloni website-et, drejtoju institucionet, mësoj gjërat nga institucionet. Po ti mësosh gjërat nga institucionet do përparosh shumë shpejt. Megjithatë, nga eksperjenca time unë kam dalë konkluzionin që ti në Amerikë do përparosh sa i që të ka pritur ose pak më shumë. Edhe kjo e bukur. Pra tek hapi para ku do dalosh. Mendimi tim 26 vjet kam në Amerikë. Eksperienca tregon që ti do përparosh gati 2 dekada, po ju jeni për 3. Po. Sa i që të ka pritur ndoshta edhe pak më shumë. E Jon Kristo ka një shprehje të madhe, thotë shqiptari sta fal suksesi. E kupton? So po ti mësoj gjëra nga institucionet, nuk pret nga dikush tjetër. Mësoj nga institucionet dhe je i lirë të përparosh, se këtu nuk të ndalon, amerikanët nuk të ndalon. Amerikanët nuk të diskriminon. Për ne shqiptarë flasin, se ka diskriminim, ka më sa duash, kudo ka. Po për ne shqiptarët nuk ka. Dhe ti mund të përparosh varet se çfarë kërkon ti. Ose mund të përparosh, mund të ketë edhe nga ata që kanë zënë një vend pune, thonë mirë, ama ka gjetur atë qetësinë shpirtërore dhe rregull. Kënaqur me pak krahasim atë ku ka qenë? Nuk ka sa të duash, varet çfarë jetë do të bësh ti, do të vraposh, apo do të dhësish nga dalë, nuk ka problem. Po në përgjithësi shqiptarët vrapojnë në Amerikë. Shqiptarët kanë mbi 1-2-3 biznese. Dhe biznesi këtu nuk është kur bën një aplikim këtu nuk funksionojnë këto burokracitë. Burokracia këtu është burokracia administrative, kurse jo si në Shqipëri, më kupton? Që duhet të njohësh dikë apo të bësh dikë. Jo, këtu e bën në internet. Pra nuk është se duhet të kesh një mik në komitet. Po, duhet të kesh një mik asgjë më nuk të intereson. Nuk ekziston koncepti i mikit. Shiko, maksimumi që mund të ekzistojë koncepti i mikit këtu është që miku mund të t'japi një dorë, të t'japi një rekomandim. Japi një rekomandim që ky personi e njoh, që domethënë ka disa aplikime që kërkohet një rekomandim. Që e njoh që është qytetar i denj. Jo merr këtë se kam unë kushurinë, nuk funksionon ajo në Amerikë. Nuk funksionon. Kush ka përparuar? Çdo shqiptar që ka përparuar këtu ka përparuar me merit. Nuk përparon dot në Amerikë me mik. A janë më përpara shqiptarët e Malit Zi se sa trevave të tjera, duke qenë se edhe më herët kanë ikur? Janë. Edhe të Kosovës janë. Pastaj të Shqipërisë. Të Shqipërisë se po ta vesh ky brezi i fundit që po vjen, janë edhe më shpejt përparojnë. Po janë disa faktorë që duhen marrë në konsideratë. Këta të Malit Zi. Këta gjithmonë kanë punuar me idenë që atje kishin një armik dhe duhet të përparonin të kishin sukses këtu. Pa shikoni si me vetme.
e kishin rrugën e vetme, historia e këtyre është, unë kam një mik për shembull që ironikisht është doktor, është një nga 10 më të mirët në Amerikë në fakt. Për shkencat nukleare. Dhe vazhdimisht takohem me kushërin tek tij. E kam mirë vëlla. Dhe nga 15 kushërin që kam takuar nga ky, 14 i ka doktori. 14 doktor. 14 doktor, këta edhe e kanë ndihmuar njëri tjetrin. Po kanë emigruar dhe më parë, kanë qenë më perëndimor. Tani mund të bëjmë një krahasim me shqiptarët e vitit që kanë qenë këtu dhe shqiptarët pas viteve 2000. Në bindjen time shqiptarët pas viteve 2000 kanë ecur më shumë se shqiptarët e vitit. Kanë përparuar më shumë, se dhe dia ka qenë më e hapur. Ka patur më shumë hapësira, domethënë shqiptarët pas viteve 2000 gjithmonë kanë kërkuar të edukohen, të përparojnë, të futen në administratë. Janë futur më shpejt në sistem, janë integruar më shpejt. Janë integruar më shpejt, pikërisht pra. Dhe tash, po ti mësor gjatë nga institucionit, integrohesh më shpejt, nuk u mbet kohën. Kurse këta shqiptarët e vjetër nuk është se janë me individ që kanë bërë diçka, po nuk kanë bërë ndonjë gjë të madhe. Kurse shqiptarët e rinj në fakt kanë përparuar më shumë. Më shumë. Tani këta të Malizi, mund të renditjen në fakt Malizi, shqiptarët e Malizi, shqiptarët e Kosovës, pastaj vini të Shqipërisë. Ne jemi të tretë. Gjithë bashkë. Historikisht mund konsiderohemi një lob shqiptar aty apo si është krahasim me vendet e tjera? Kemi një problem. Fuqia e ndikimit e kanë fjalën. Në fuqia e ndikimit nuk e gjejmë gjë dot gjuhën e bashkimit. Për fat keq. Do të jap një shembull më konkret. Në Michigan sti vjet konkurrojnë 3 shqiptar. 3 shqiptar. Njëri për kongres, Lugjuraj, Robert Lugjuraj për kongres, kandidon një gocë për Secretary of State të shtetit Michiganit. Edhe një tre kandidojnë. Dhe shqiptarët e sot janë të përçarë. Shqiptarët akoma nuk e kanë kuptuar, dhe na i kanë thënë në fakt, na i kanë thënë hapur fare, që duhet të paguajmë që dikush të flasë për ne. Të ndryshë nuk flet njeri, kështu funksionon këtu lobimi, dhe në infravendja, ma në qëtë mos. Jo, pa falas nuk ka sepse koha kushton. Të unë e shofë mbështetjen që kanë këta të tre në Michigan, është e përçarë mbështetja. Sepse ne nuk kemi kuptojnë gjë. E di që është interesante, ne duhet të studojmë shifutët edhe indianët, faktikisht. Dhe indianët duhet të studojmë. Sepse shifutët, kur kandidon një shifut i tyre, këta e kalojnë vinë e partisë. Kurse shqiptarët dhe sot janë ose trumpista ose demokrat, dhe mbështetin ose kandidatë republikan, ose kandidatë mbi përkatësim. Pikërisht pra. Neve nuk e kemi kuptuar që një zëri tonë në DC, në Washington, do jetë shumë e fuqishme për ne. Do jetë shumë e fuqishme. Për fat zhva, unë kam parë disa gjë, kam qenë këtu nga që kam kohë gjatë. Kam qenë dëshmitar disa gjërave shumë interesante gjatë historisë tonë, kupton? Unë po ta them këtë, pa patur ne lobin shifut. Kosova sot nuk do ishte Kosovë. Lobi shifut ishte ai që dha maksimumin që e shtypi Amerikën të mbështeste Kosovën. Një lobi fuqishëm këtu ka qenë lobi grek. Dhe është edhe sot. Sot që flasim ne ka 13 kongresmen janë grek aty. Në Kongresin Amerikan. Po 13 kongresmen, vetë ata bën 10% të kongresit. Shqiptarët duhet të t'i kalojnë vijat partijake. Ne për fat të keq dhe këtu ku jemi, zgjidhemi dhe sot për partitë në Shqipëri pa lektu. Zgjidhemi dhe sot. Dhe në fakt me të drejtë zgjidhemi, kupton se kush e ka të binjet e dikush e ka vojtur, dikush ti s'mund të vish të mburrësh. Kupton? Deri ata aty ku janë. Po atë vi nuk e kemi kaluar këtu. Nuk e mbështes Filani sepse është demokrat. Unë kam çik ndryshe në fakt, unë e shoh po ti je shqiptar, unë mbështes pavarësisht partisë, se nuk më intereson shumë partia. Mua më intereson që zëri tim nesër do ta ngrej për Shqipërinë, do ta ngrej për vendin tim. E kemi këtë ndarje, këtë dasi, akoma nuk e kemi kuptuar. Po besoj se në brezat që do vinë do të kalohet kjo, sepse brezat që do vinë, për shembull, fëmijës i djalë im nuk i intereson via partijake. Dhe shohin interesin kombëtar. Faleminderit Zotit i kemi këta të Malizi, sa të kemi këta mirë jemi, se kanë influencë. Duke shqiptarët e Malizi. Duke uruar që
edhe ashtu sikur e thatë edhe ju pak më lart që këto të kalohen edhe që jo vetëm të ikin, por edhe të kthehen në Shqipëri për të investuar dijen dhe kapacitetet këtu. Clarence, unë falenderoj shumë për bisedën dhe gjitha shpjegimet që dhat për shikuesit tanë për këtë temë që sikur e thamë dhe pak më lart, për fat keq kërkesat janë shumëta për të ikur nga ADH, por realiteti ky është. Po do ndryshojnë. Do ndryshojnë, politikat janë të detyruar. Amerika nuk ka nevojë për një aleat vend bosh. Do të ndryshojnë politikat. Kombet e Bashkuara na ka vënë në listën që para që jemi rrezik të shpërberjes. Dhe Amerika do të ndryshojnë, janë të detyruar politikanët aty të ndryshojnë politikën. Ose do ndodhi ajo që ndodhi me Greqinë pastaj që do pajisë migrantët me letra, ose që ndodhi me Francën. Që do pajisin indianët edhe le të qeverisin me indianët pastaj se shqiptarët si duan. Të falenderoj shumë. Gjithë të mirë, mirupafshim, faleminderit. Faleminderit.